situatë, por edhe probleme tjera në kryeqytet e kam mysafir në studio Gzim Sveçlën, shefin e asamblezëve televizijës Vetëvendosje. Mirë se erdhën kompas. Mirësevgjej, faleminderit për ftesën. Po filloj me këtë situatën e fundit, i pam disa kontraktor privat që janë duke e pastru kryeqytetin, megjithatë pas një dite të shëmtuar në aspektin kështu vizual. Qysh jeni duke e vlerësu këtë veprim edhe të komunës, po edhe të kompanisë pastrimi? Realisht, sot ishte një ditë e rëndë për Prishtinën, për qytetarët, për gjithë ata të cilët jetojnë në Prishtinë, po edhe për të tjerë që kanë punë gjatë ditës në kryeqytet. Për ne si lëvizje Vetëvendosje, ky është një epilog i pritur i një procesi për cilin kemi ngritur alarmin qysh më herët, për shkak të një qasje që vije për inate politike e për interesa ekonomike në mes të komunës së Prishtinës që drejtohet nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe menaxhmentit të ndërmarrjes pastrimi që menaxhohet nga Partia Demokratike e Kosovës. Natyrshëm viktim këtë rast janë qytetarët, viktim është qyteti i cili sot me të vërtetë ishte një pamje të shëmtuar. Këto veprimet që ndodhen në mbrëmje, është mirë që po pastrohet qyteti sa do pak, do të thotë çfarë gjendje ka Prishtina që ne i gëzohemi kur komuna e kryen punën e vet për cilën janë të thirrur ta bëjnë. Nuk e di aspektin ligjor, për shkak se nuk ka një kontratë valide në mes të komunës së Prishtinës dhe operatorëve ekonomik privat. Bile sipas rregullorës për menaxhimin e mbeturinave, të cilën e ka miratuar Kuvendi Komunal i Prishtinës, vetmja kompani e cila është përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave në Prishtinë është ndërmarrja pastrimi. Mirë, po unë mendoj që kjo është një zgjedhje e përkohshme, zgjedhje përsonte. Edhe këta kamion mund të jenë duke shkel ligjin që po dalin për me i largu me nuk e di nuk kam informacion për shkak se këto veprime ndodhen orët e vona sonte. Është mirë, po e përsëris është shumë mirë që po largohen këto mbeturina. Po tash qysh janë kontraktu këto kompani, këtë duhet të na shpjegon Komuna e Prishtinës, personat përgjegjës, për shkak se nuk ka një kontratë valide Komuna e Prishtinës me operatorë të tjerë privat. Të kthehemi edhe një herë aty në fillim, unë mendoj që ky është edhe qëllimi i Komunës Prishtinës, ka qenë që nga fillimi, që të falimentohet ndërmarrja publike, rajonale, pastrimi, dhe që tregu të japet operatorëve ekonomik privat, si lëvizje Vetëvendosje, natyrshëm që kemi dalë në mbrojtje të ndërmarrjes dhe në mbrojtje të punëtorëve, por njëjtën kohë kemi shprehë kritikat tona dhe shqetësimin ton për nga mënyra se si po menaxhohet ndërmarrja pastrimi. Se po menaxhohet dobët sipas juaj? Sepse rezultati i menaxhimit u po sot. Dhe është po vazhdimisht në këto 3-4 vitet e fundit, ata janë thirrur vetëm një punë me bën Prishtinë, që është me i grumbullu mbeturinat. E ne e dim që në këto 3-4 vitet e fundit, asnjëherë Prishtina nuk ka qenë më e papastër se sa që ka qenë gjatë kësaj kohe. Rrjedhimisht ka vazhduar mbipopullimi i ndërmarrjes pastrimi, e cila edhe ashtu ka qenë mbipopulluar me punëtorë, shumica prej tyre në administrat, që kanë filluar gjatë qeverisjeve të mëhershme, ka vazhduar edhe gjatë kësaj qeverisje. Sipas informacioneve që i kemi ne dhe disa listave që i posedojmë, vetëm prej janarit të këtij viti deri më tani për mbi 30 persona janë punësuar në ndërmarrjen pastrimi, pothuajse të gjithë në administrat, për më tepër për shkak të mungesave të hapësirave, të zyreve, se s'kan ku me nejt gjithë ata punëtorë, ndërmarrja është obliguar dhe ka marrë hapësira shtesë me qira. Një kompani që do duhet kishte ndoshta ekipe shtesë në terren për me heq mbeturinat, ju thoni që po i punson njerëzit në administrat. Në administrat edhe kryesisht, për mos thënë gjithë, janë persona partijak nga ndërmarrja, nga partia e cila qeveris me ndërmarrjen. Nga PDK-ja. Nga PDK-ja. Megjithatë, këtu nuk mund ta ndajmë fajin, faji është i përbashkët. Si Komunës Prishtinës, njëjtë edhe menaxhmentit të ndërmarrjes. Ky është rezultat i një qeverisje që ka zgjatë 2 vjet në mes të PDK-s dhe LDK-s në kryeqytet, dhe gati 2 vite të tjera të LDK-s me partnerë të tjerë, e që si produkt është ky burllogu që po e shohim, që e kemi pas sot, thënë në gjuhë popullore, e kanë bua aq burllog sa që tash është vështirë të pastrohet edhe burllogu. Qyshin e tu e pa këtë qasjen pastrimi, po thotë që ka borxh milionësh pushteti lokal në Prishtinë, për parim Rama sot thotë që kemi 0 borxh ndaj kompanisë pastrimi. Jo, unë nuk e di milionat, nuk e di shumën e sakt, por jam shumë i sigurt që komuna i ka borxh.
kompanisë pastrimi, nuk e di për çfarë shumë të flasim, për shkak se janë marrëdhënie kontraktuale të brendshme në mes të komunës dhe pastrimit, vetëm sipas disa informacioneve që i kemi, vetëm nga pagesat e qytetarëve që janë bërë në komunë, janë dikun rreth 600.000 euro të grumbulluara. Realisht janë paret pastrimit. Komuna këto pare duhet me ia dhënë pastrimit. Faktikisht edhe një apel, nëse ju kujtohet i zotit Rama, një thirrje që ka bërë qytetarëve që pagesat bëhen komunë, ka qenë e padrejtë, ka qenë e jashtëligjshme. Është e padrejtë, kërkohet që shërbimi për heqjen me të rrynave të bëhet në komunë dhe jo në pastrim. Këtë ka kërkuar zoti Rama, edhe që mendojmë se është shkelje e ligjit. Ku po e paguani ju faturën për heqjen me të rrynave? Për shkak se sipas rregullorës, të cilën e ka aprovuar Kuvendi Komunal i Prishtinës. Kuvendi Komunal i Prishtinës është organi më i lartë legjislativ në kryeqytet dhe vendimet e tij kur të kalojnë ligjshmëri në ministri janë të plotfuqishme. Kjo rregullore ka kalu ligjshmëri në ministri dhe është bërë plotfuqishme. Sipas kësaj rregullore, është decidivisht që përgjegjës për inkasimin e mjeteve tek qytetarët nga grumbullimi i mbeturinave është ndërmarrja pastrimi. Do thotë pagesat duhet bëhet të ndërmarrin pastrimi. Sikur kjo të ndodhte, dhe sikur mos ishte ajo thirrje e kryetarit Rama, unë nuk mendoj se do të vinte kaq shpejt kjo gjendje që ka ndodhur sot, se për që do të vinte nuk kam asnjë dyshim, për shkak se nuk mundesh, do të shtyhej për disa ditë ose muaj mbase, mirë po patjetër që ky ka qenë epilogu i pritur. Ku jetu e pagu faturën e bërlogët? Faturën e paguajmë në ndërmarrjen pastrimi. Në ndërmarrjen pastrimi. Të inkasantët të cilët kanë filluar të vinë për lagje, edhe ata nuk po vinë mjaftueshëm shpesh, nuk po vinë pothuajse në çdo pjesë qytetit për shkak se kemi pyet qytetarë apo vinin inkasant dhe shumë prej tyre kanë thonë që nuk kanë parë inkasant te dera e tyre, e në anën tjetër edhe mënyra se si po i shpërndajnë ato fatura lesh shumë për të dëshiruar. A keni ide si grup i asamblistëve çështë të dilet prej kësaj situate? Kreqa i intereson qytetarëve, nuk janë përplasjet në nivel politik, po të mos kundërmoj lagje aty ose të mos shohin bërllog në rrugë. Shumë saktë. Tani jemi në një situatë emergjente, e cila sonte mbase do duket që është përmisuar, ose do duket pastaj, pas këtij pastrimi që po ndodh, mirë po e cila me shumë gjasë do të na kthehet përsëri në ditëve në vazhdim, nëse nuk ndërmiren hapa emergjent. Hapat emergjent janë ulja dhe bisedimet në mes të menaxhmentit të ndërmarrjes, pastrimi dhe ekzekutivit komunës Prishtinës. Duhet gjetur gjuhën e përbashkët, që të arrihet marrëveshja, që të vazhdohet puna, se cili të kryj obligimet e veta, ashtu si që është e para parë me rregullorën e cila është në fuqi. Në nivel lokal, rregulloria ka fuqinë e ligjit. Çka është ligji në nivel nacional, rregulloria shërben në nivel lokal, andaj me rregullore se cili ka detyrat e veta të ndara dhe duhet ashtu të veprojmë. Përbes është një farë fyrje e dinitetit qytetarëve, kjo çfarë ka ndodhur sot në Prishtinë, fyrje kolektive, kisha me thonë. Për shkak se në vitin 2025, me u ballafaqu me një gjendje të tillë, me i pa fëmijët duke shkuar në shkollë, pranë grumbujt të tillë të mbeturina, e pastaj e natyrshme që ato grumbullohen dhe qenë ndacak, me të vërtet përveç se e frikshme, ka qenë edhe e turpshme si njerëz, si qytetarë, si çfarë po përjetojmë në këtë kohë. Megjithatë, një ndihmë urgjente financiare u propozua si ide e kryetarit Rama, u fut në rendite në një seancë të Kuvendit Komunal. Ajo seancë nuk u zhvillu për shkak që su morët vesh grupet e asamblistëve mes vete. A e ka dëmtu kjo këtë situatë, apo do ta përmirësonte pak a shumë financiarisht nëse do të shkonte si duhej seanca e asaj dite? Kjo qasje që ka tregu ekzekutivi i Prishtinës na ka prunë këtë gjendje çfarë jemi sot. Këtë po e them për arsye se edhe ky propozimi për ndarjet subvencionim 300.000 euro e për pagat punëtorëve ka qenë propozim politik. Zoti Rama dhe ekzekutivi i Prishtinës e din shumë mirë që Kuvendi Komunal e ka të ndaluar që të subvencionoj paga. Ne mund të subvencionojmë projekte, mund të subvencionojmë pajisje, por nuk guxojmë të subvencionojmë paga. Për shkak se do të ishte keqpërdërim i taksave të qytetarëve të Prishtinës. Qytetarët e Prishtinës e paguajnë një herë mbeturinat. Pastaj, nëse i subvencionojmë pagat, kjo i bie që prapë me parë të qytetarëve të Prishtinës, po i subvencionojmë edhe punëtorët. Kjo është tentuar edhe më parë, nuk kanë kaluar.
Komuna e Prishtinës 3 herë nëse nuk gaboj, kuvendi komunal, e ka subvencionuar ndërmarrjen pastrimi. Po e ka subvencionuar për pagesë të borxhit që ndërmarrja i ka deponisë. Ne herën e parë, në vitin 2022, ka qenë fillimi i mandatit zotit Rama, kemi mbështetur këtë subvencionim, duke u zotuar se nuk do të mbështesim subvencionime tjera nëse nuk e sillni një plan të mirë fill si shenjeri me këmbjen e ndërmarrjes, sepse nuk është ideja që me subvencionime të mbahet një ndërmarrje, e cila praktikisht e ka tregun të garantuar. Nuk ka nevojë të subvencionohet pastrimi. Pastrimi duhet menaxhohet mirë dhe drejt, të rritet numri i konsumatorëve, baza e konsumit. Për shkak se jemi dëshmitar që Prishtina po zgjerohet dhe po rritet nëpër shumë lagje në periferi, atje bëhet grumbullimi i mbeturina, mirë po ata qytetarë nuk paguajnë mbeturina. Prandaj me një menaxhim të mirë, ndërmarrja pastrimi nuk e ka problem stabilitetin financiar. Njëjtë ka qenë ky propozim i kësaj jave i zotit Rama, ka qenë propozim politik, duke ditur që i njëjti pastaj nuk do ta kaloj lidhshmërinë dhe ky do të dilte, siç po del vazhdimisht, duke akuzuar nivelin qendror gjëja për bllokadë. Prandaj ne nuk kemi dashur të bëhemi pjesë e kësaj loje. Thoni që Rama e ka ditë që kjo ide nuk kalon. Është shumë e qartë kjo. Dhe e ka propozuar sa për konsum të mbrendshëm, sa për lojra politike, sa për të akuzuar nivelin qendror, ashtu siç e ka bërë shprehi të akuzoj, sepse fundit zoti Rama nuk ka nevojë me subvencionu ndërmarrjen pastrimi. Zoti Rama le t'ja jep pastrimit mjetet e veta. 600.000 euro të grumbulluara i ka komuna, i zotron komuna. Ato janë pare të pastrimit. Ato duhet i kalojnë në llogarinë e tyre dhe çdo gjë jemi në rregull. Pastaj te çështja e subvencionimit të rrogave. Ne sot i dëgjuam edhe zyrtarët e ndërmarrjes që thanë se është ndërprer puna për shkak se kanë obligime ndaj furnitorëve. Dikun 600.000 euro është borxhi ndaj vetëm për naftë. Do thotë nuk do të ishte probleme sikur të subvencionoheshin pagat, sepse prap furnitorët e naftës nuk do të Po, japnin. arsye kryesore ishte që s'kan para për derivate, prandaj skandal në terren. Edhe te pagat, me sa kemi informacione, punëtorët teknik, do të thotë këta që janë operativ, këta që bëjnë grumbullimin e mbeturinave, i kanë marrë pagat, pagat nuk i kanë marrë punëtorë tjerë të administratës. Edhe këtu prapë unë e shoh fajtor menaxhmentin e ndërmarrjes, për shkak se duke ditur vështirësitë nëpër të cilat po kalon ndërmarrja, edhe pastaj të hapsh konkurse, të rritësh numrin e punëtorëve, kjo rrit kostën me të cilin operon ndërmarrja dhe vetë vjen në një gjendje të tillë kur nuk e për t'i paguar edhe punëtorët. Pse konsideroni që është gabim qasja për t'i angazhuar kompanitë private, kur arsyetimi është që rritet konkurenca, ka ma shumë fleksibilitet në punë dhe kryhen punët më me rregull, nëse ka kritika sa i përket menaxhimit të ndërmarrjes pastrimi? Jo, ideja është, tani unë po flas prej kandit të antarit lëvizjes vetëvendosje, për ne prioritet kanë pasuritë publike, në këtë rast siç është ndërmarrja pastrimi, dhe ne mendojmë që është dashur të përdoren të gjithë mekanizmat që ndërmarrja të rivitalizohet. Është dashur blerja e kamionëve të rinj, të cilët erdhën tash në fund, krejt në fund edhe një numër i vogël i tyre, është dashur përmirësimi i kushteve të punëtorëve, sepse bëhet fjalë për 900 punëtorë. Dhënia e tregut për operator të tjerë ekonomik privat rrezikon punën për këta 900 punëtorë të cilët janë në ndërmarrjen pastrimi. Dhe natyrshëm që e mbrojmë të drejtën e secilit individ, secilit qytetar, secilit punëtor për një vend punë dhe për një rrogë. Nëse do të kishte mjaftueshëm për këta 900 punëtorë dhe do të nevojitej fuqi shtesës operatorët e tjerë, ajo është diçka krejt tjetër. Është vend ku mund të diskutojmë, ka hapësirë të reja. Mirë, po në situatën e krijuar, fillimisht është e rëndësishme që të mbrohet ndërmarrja pastrimi nga falimentimi, që të blehen pajisjet e nevojshme, të përmirësohen kushtet e punëtorëve, të ngriten rrogat e atyre punëtorëve, të krijohet një atmosferë më e mirë e punës, një plan i mirë fillt, i cili kishte me shërby në fundit që ta kemi një qytet pastër, ashtu siç e meritojnë qytetarët. Po, te një temë tjetër shumë të përfolur ditëve të fundit, te pastrimi ju kanë mbet kamionat në parking të vetin, te George Bushi kanë mbet kamionat në vend punishte dhe krejt automjete të tjera, ekskavatorët edhe të tjerë, që s'po lejohet të punojnë për shkak një kontesti, ka dy argumente. Qysh jetoj pa këtë situatë aktuale mes përplasjes mes komunës dhe nivelit qendror, Ministrisë Kulturës? Tani nëse keni vëmendjen, domethënë jemi
në 5-6 muajt e fundit të mandatit qeverisës të zotit Rama dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë, ndërkohë që shumica e premtimeve zgjedhore me të cilat zoti Rama ka fituar pushtetin në Prishtinë nuk janë realizuar dhe në vitin e fundit duke parë se është e pamundur që të realizojë diçka prej projekteve të mëdha, është fjala ato kapitale, të cilat i ka premtuar, zoti Rama ndroi strategjinë duke akuzuar nivelin qendror për bllokadë. Rasti konkret të George Bushi nuk bëhet fjalë për bllokadë, bëhet fjalë për mos respektim të ligjeve dhe të procedurave nga ana e ekzekutivit të Prishtinës në raport me nivelin qendror. Zona për cilën flasim, siç e dim për shkak se është bërë tashmë temë nacionale, një pjesë e asaj zone është zonë e mbrojtur. Prandaj për të bërë punime në atë vend duhet procedurë veçantë, e cila shkon përmes Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore. Këtë e ka ditë Komuna e Prishtinës, e ka ditë zoti Rama dhe tëra çfarë është dashur të bëhet është me kërku leje. Dhe këtë çështje procedurale s'ka asgjë politike sipas juve? Tani, pse duhet këtë politike ose kush është ai zyrtar, pa marrë parasysh cilat janë bindjet e tij politike i cili nuk e don zhvillimin e qytetit. Ideja është në të bardhën në ligjin për trashëgimin kulturore. Atë ligj nuk e kemi vënë ne, ai ligj është për vite të tëra aty. Krejt çka duhet bëjmë është ta respektojmë. Si ne, si përparim Rama, si kushdo që nesër është në krye të Prishtinës. Një temë tjetër që nuk gëzoj përkraje të subjekteve të tjera është plani zhvillimor komunal, pati reagime edhe të tjera jashtë asamblesë komunale. Cila është çësia juaj, karshi këtij propozimi për këtë plan? Edhe kjo është një temë që po diskutohet në komunën e Prishtinës gati që 2 vite. Qysh në fillim, kur na është prezentuar, i kemi pasur vërejtjet e tona, për shkak se fillimisht plani zhvillimor komunal që determinon zhvillimin e qytetit në 10 vjeçarin e ardhshëm, është shkuar për draftim në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ministria si organ bykqyrës në këtë rast, për shkak se projektet që kanë të bëjnë me zhvillim komunal duhet përshtaten me planin hapësinor të Kosovës dhe është roli i pashmangshëm i ministrisë, i ka gjetur 27 vërejtje në draftin e propozuar nga zoti Rama. Dhe të njëjtat i ka rekomanduar Komunës Prishtinës që ti përshtat në bazë ligjeve dhe pastaj çdo gjë do të ishte në rregull. Çfarë ka ndodhur? Zoti Rama me arrogancën e vet, me çastin e vet, nuk është marrë me përmirësimin e këtyre vërejtjeve, mirë po ka filluar tentativat e tij për kontrabandim të asamblezëve, për gjëra të tilla të cilat nuk janë të pëlqyeshme dhe jemi në një situatë kur tashmë në fund të mandatit të tij akoma nuk kemi plan zhvillimor komunal, i cili është shumë i nevojshëm dhe unë jam i bindur dhe besoj që në vitin e parë të qeverisjes në mandatin e ardhshëm Prishtina duhet dhe do ta ketë planin zhvillimor komunal. Dhe jo këtë vit kur është në fund të mandatit për shkak se zoti Rama nuk e ka kohën e mjaftueshme që edhe 5 muaj planin zhvillimor komunal ta përmisoj dhe ta bëj ashtu siç është kërkuar në ministri dhe në anën tjetër as ne, as një asamblesë, as qytetarët e Prishtinës nuk ja kanë bërgj zotit Rama që t'ja votojnë një plan sipas vizionit të tij, kur dihet mirëfilli që nuk është e sigurt që zoti Rama do të jetë kryetar në mandatin e ardhshëm. Dhe një tjetër element sa i përket mbarvajtjes së kuvendit komunal është që ka mungesë të kalimit të pikave të rendit, ka mungesë asamblezëve, ka largim nga salla, ka mungesë të votave, a është duke ju prek ndoshta ky sindromi i qendrës kuvendit Kosovës nuk po kryen punë? Me të vërtetë është shumë e dhimbshme kjo, edhe kjo po na ndodh fatkeqësisht për shkak të kësaj çësje të ekzekutivit Lidhjes Demokratike të Kosovës në krye me përparim Ramën, të cilën po mundohen ta imponojnë në asamblenë komunale. Po thuaj se shumica e seancave kanë dështuar për shkak të 2 pikave, që kanë bëjnë pika që prekun toka, prona. Është plani zhvillimor komunal dhe plani urbanistik për lagjen Çagllavica. Si opozit, i kemi shprehë qëndrimet tona që këto plane nuk mund të kalojnë tani. Dhe sa herë që të njëjtat na janë prezantuar në asamble, ne atëherë kur e kemi ditë që rrezikojnë të kalojmë, ne kemi lëshuar sallën. Mirë po, fatkeqësisht çfarë ka ndodhur, duke u marrë vetëm me këto 2 çështje, shumë tema tjera të cilat e prekun për dëshmërinë e qytetarëve nuk janë trajtuar fare nga ekzekutivi i Komunës së Prishtinës.
Po ja u marr një shembull. Tash 6 muaj në Kuvendin Komunal të Prishtinës është duke na ardhur në rend të ditës strategjia për kulturë e kryeqytetit. Asnjëherë nuk i erdh rendi për më u trajtu. Është duke na ardhur për pohaq gjatë 5-6 muaj plani për barazi gjinore. Prap i njëjti nuk po mund të diskutohet për shkak tekeve dhe insistimit zotit Rama që ti trajtojmë ato 2 pika për cilat folja më herët. Në mbledhjen e fundit të rregullt kishim një varg pika të rendit ditës me radhë. Pika e parë e dytë, të cilat mund t'i trajtonim dhe kishte një farë konsenzusi brenda asamblesë që t'i kalojmë këto pika. Për shkak se u bë kohë gjatë pa kaluar pika që janë të rëndësishme për qytetin. Prap dodhi insistimi i zotit Rama që pike pare e rendit ditës del një plan urbanistik për lagjën Çaklavica dhe kur nuk arriti që ta fut në rend të ditës për shkak se nuk i kishte votat e mjaftueshme, bile edhe asamblesë të pozitës votuan kundër, zoti Rama e lëshoi mbledhjen bashkë me asamblesë të LDK-s dhe pamundsoi kvorumin. Të kjo nuk është edhe hise e juaja si parti opozitare, jo veç vetëvendosës, po edhe e asamblesëve të tjerë. E vërtet, mirë po përgjithësi ndaj qytetarëve po ndjejmë të gjithë. Për shkak se me të vërtet ka nevoja të shumta ky kryeqytet e ne ka muaj të tërë që si Asamble Komunale nuk kemi arrit të marrim asnjë vendim të vetëm. Kur e përmende mandatin e ardhshëm është duke u përfol shumë çështja e zgjedhjeve lokale, jemi në nivel zgjedhor, edhe në nivel qendror edhe atë lokal, në Vjesht potencialisht mund të ketë zgjedhje të reja nëpër komuna. A keni vendosur ende për emrin që kandidon për të parin e Prishtinës? Lëvizja vetëvendosje është në vlugun e bisedime dhe konsultime të brendshme në lidhje me kandidatin potencial për kryetarin e Prishtinës. Dhe unë mendoj dhe jam i bindur që shumë shpejt do doli me emrin konkret. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, kisha me thonë është urgjencë për qytetin që nga Prishtina të largohet ky ekzekutiv i cili me të vërtet vetëm dëm i ka sjellë kryeqytetit tash e 4 vite. U përfol shumë emri i Glau Konjufcës së fundmi, sidomos në këtë periudhë pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit, a është kandidati më potencial për të garuar në zgjedhje lokale? Në lëvizjen vetëvendosje jemi në vazhdën e konsultimeve të brendshme dhe shumë shpejt do dalim zyrtarisht me emrin e kandidatit. Pra ende nuk ka dikush që është i konfirmuar qoftë edhe sa i përket mbështetjes aktivistëve. Akoma nuk ka një emër të konfirmuar. Ne po punojmë paralel me gjetjen e kandidatit, po punojmë në programin tonë zgjedhor me të cilin do të kandidojmë, gjithashtu me listën e asamblezëve, për shkak se pikërisht gjatë këtij mandati u dëshmua se sa është e rëndësishme me pas shumicën në asamblenë komunale. Prandaj jam shumë i bindur që në zgjedhjet të cilat në gjasë do të mbahen në fund të tetorit ose në fillim të nëntorit, lëvizja vetëvendosje do të jetë përgatitur si asnjëherë më parë. Special, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit dhe juaj, ishte kënaqësi. Shkëputemi veç për pak marketing për të rikthyer me tjera tema në kompani.